Shqipëria e pasurive të paluajtshme, premtimet bosh të qeverisë Rama. Në një deklaratë të fundit për rrjetin ndërkombëtar imobiliar Forbes Global Properties, kryeministri Edi Rama premtoi se brenda 4-5 viteve Shqipëria do të jetë pjesë e Bashkimit Evropian dhe çdo familje shqiptare do të ketë një pronë të vetën me vlerë të lartë. Sipas tij, historia e vendeve të reja anëtare tregon se pasuritë e paluajtshme shpesh rriten dyfish në vlerë pas hyrjes në BE. Megjithatë, kjo deklaratë tingëllon më shumë si një fantazi e largët se sa një plan realist për qytetarët shqiptar. Sipas të dhënave të fundit, baza ekonomike e shumicës së familjeve shqiptare është e ulët, paga mesatare dhe pensionet janë nga më të ultat në Europë dhe Ballkan. Si mund të flitet për rritje të vlerës së pronave kur shumica e qytetarëve nuk kanë burime për t'i blerë ato? Rama, në fjalën e tij, e konsideron këtë zhvillim një mundësi për kapitalistët amerikanë, duke i quajtur peshkaqen që do të thithin gjakun e evropianëve që do të investojnë në pasuri të paluajtshme në Shqipëri. Populli shqiptar, sipas logjikës së tij, nuk ka pse shqetësohet, shumë do të vdesin nga skamja ose do të braktisin vendin, ndërkohë që pronat do të kalojnë në duart e të fortëve dhe investitorëve të huaj. Ky lloj retorike nuk është thjesht i papërgjegjshëm, por edhe i hidhur. Shqipëria po vdes nga ignoranca dhe paaftësia e udhëheqësve të saj për të krijuar politika që punojnë për qytetarët dhe jo për pasurimin e pakicës. Premtimet për rritje të vlerës së pronave për familjet shqiptare duket se shërbejnë vetëm për të justifikuar investimet e huaja dhe për të mbuluar dështimet e qeverisë në sigurimin e një strehimi të përballueshëm. Në vend që të flitet për rritje të pronave, duhet të flitet për rritjen e fuqisë blerëse të qytetarëve, për punësim, për pensione dhe paga reale që mund të mbajnë familjet në vendin e tyre. Pa këto, çdo premtim i madh ekonomik mbetet vetëm një iluzion, ndërsa shqiptarët vazhdojnë të largohen nga vendi i tyre. Shqipëria nuk ka nevojë për peshkaqen që vinë për të përfituar nga varfëria e saj, ka nevojë për lider që punojnë për mirëqenien e popullit, jo për xhepat e vet dhe të miqve të tyre.